Drejtorët e akuzuar të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim në rastin Puls hedhin poshtë çfarë do lloj lidhshmërie me diskotekën në fjalë. Ish drejtori i parë i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim Shaban Saliu vlerëson se akt akuza është një konstruksion politik nën presionin e publikut. Jam i akuzuar për qëllim të mundshëm se kam qenë i vetëdijshëm, paramendojeni se prej vitesh të kem ditur atë që ndodhi me 16 mars. Këtë nuk mund ta dinte askush, as unë. Kërkoj që gjykimi të jetë ferr dhe të mos jetë nën presion të politikës dhe mediave. Avokati i tij Dimitar Dangov tha se Saliu nuk ka qenë pjesë e proceseve për licencim për mbikëqyrje inspektuese kontrolleve tatimore. Avokatja e ish drejtorit për mbrojtje dhe shpëtim i akuzuar në këtë rast Adnan Xhaferovskit tha se akt akuza është ndërtuar gabimisht dhe se nuk ka fakte që e lidhin klientin e saj me ngjarjen tragjike. Suzana Joshevska Anastasovska shpreh se nuk mund të akuzohet dikush për një lëshim nëse nuk mund të vërtetoni se çfarë lëshimi ka bërë. I akuzuari Xhaferovski edhe një herë shpreh se nuk ndihet fajtor për këtë rast. Nuk duhet të lejojmë që një tragjedi, një e keqe të hakmerret me një tjetër dhe në të njëjtën kohë të mendojmë se drejtësia është vënë në vend. Si qenie njerëzore, ndërgjegjja ime është absolutisht e pastër. Më akuzojnë për mosveprim të qëllimshëm me një sistem jo funksional. Isha për një kohë të shkurtë në krye të një fragmenti të atij sistemi jo funksional, të cilin u përpoqa ta përmirësoja me njohuri dhe aftësitë e mia. Mbrojtja e dy ish drejtorëve të tjerë të akuzuar, Bekim Maksudit dhe Gjevat Selamit, gjithashtu e kundërshtuan akt akuzën, ndërsa dy të akuzuarit vetëm thanë se pajtohen me mbrojtjen avokatëve të tyre pa ndonjë koment shtesë. As mbrojtja e ish ministrit të ekonomisë Kreshnik Bekteshit nuk pranon përgjegjësi për djegjen e diskotekës. Ai thotë se nuk kanë nënshkruar asnjë licencë për këtë diskotekë. Për çdo person që në natën 15-16 mars të këtij viti nuk ka qenë tek diskoteka në Koçan, që nuk kishte detyrim zyrtar ose obligime tjera të çfarëdo llojshme në atë diskotekë, nuk mund të përgjigjet për bashkëkryerje të veprës penale. Ajo që don të ju bind prokuroria është që atë që e ka bërë vet eventualisht Kreshnik Bekteshi është kontribut i veçantë për kryerjen e veprës, por ky kontribut i veçantë duhet të jetë konkret, i përshkruar dhe i theksuar. Ndërsa ish ministri Bekteshi nuk dëshiroi të shtojë asgjë asaj që e kishte përgatitur mbrojtja e tij. Fjalët hyrëse të akuzuarve të tjerë do të vazhdojnë në seancën e nesërme.